هي جنة وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, ne me emrin Allahut Azza wa Jall edhe më tej vazhdojmë të jetojmë me të dashurin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të jetojmë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në veçanti në vitin e 9 të hijretit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kaloi një vit pa i përjetu shumë sprova. Vitin e 8 të hijretit treguam dersin e kaluar dhe njoftuam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovu me disa sprova. Një ndër ta dhe në këtë vit i vdiq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vajza e madhe e tij Zejnebi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prezantoi në varrimin e saj e vitin e 8 të hijretit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbrit suratun Nasr, që thot Allahu Azza wa Jall: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. që Allahu Azza wa Jall me këtë sure ja ban me dije pejgamberit Allahut që të përgatitet që të takohet me Allahun Azza wa Jall. Për këtë arsye çajti Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi këtë sure dhe tha: një rob nga robët e Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall e bani që të zgjedhë, atë jetoje më gjatë në dunja, apo të shkon te Allahu Azza wa Jall. E tha ki rob, zgjodhi që të shkon te Allahu Azza wa Jall, ku ish për qëllim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Qajti Ebu Bekr Siddiku radiallahu an, nga se Ebu Bekr Siddiku e kuptoi çfarë do të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë. Të pranishmit u çuditën dhe than: një rob për jo vetë Allahut, Allahu e bani që të zgjedhe që të shkon në xhenetin e Allahut, çfarë të keqe ka në ta? Ta të ditë nuk e kuptuam çfarë deshti të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kuptuam se ai rob ish për qëllim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Parat Ebu Bekr Siddiku radiallahu an ishte ai i cili i kuptonte fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më mirë se çdo kush. Dhe pejgamberi Allahut prej vitit të fundit të 8 të hijretit fillon të ban përgatitjen që të takohet me Allahun Azza wa Jall.
Megjithatë provat vazhdojnë edhe më tej. Në vitin e 8 të Hijretit, i vdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Zejnebi, ku ja lën një mes e quajtur Umame, që pejgamberi Allahut e përgdhelte dhe shoqëronte dhe mirte në namaz. E vetëm kaloi viti 8 i Hijretit, vjen viti 9 i Hijretit, në mesin e vitit të 9 të Hijretit, i vdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vajza e tretë Ummu Kulthumi. Dhe Anas ibn Malik transmeton, tregon dhe thot: morën pjesë në varrimin e vajzës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum. Pejgamberi Allahu të pat ul afër varrit të saj. Qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vajzën e tij Ummu Kulthumin, e cila ishte bashkëshortja e dytë e Uthman ibn Affanit, pasi që Uthman ibn Affanit i vdiq Ruqia kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Bedër. Dhe kjo vajza e tretë, vetëm një vit pas vdekjes së Zejnebit, i vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthumi, e cila nuk kish fëmijë. Dhe pejgamberi Allahut qanë derdhi lot dhe u mërzit për Ummu Kulthumin, e pastaj i tha Uthman ibn Affanit: ja Uthman, mashallah, si kur ta kisha pas dhe një vajzë tjetër, do ta kisha martu ti. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 9 të Hijretit, në mesin e vitit të 9 të Hijretit, i vdes dhe Ummu Kulthumi, dhe nuk ngel pejgamberit Allahut, nuk i ngel vetëm Fatimja radiallahu anha, vajza e vetme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku dhe në vitin e 10 do të shohmi, i vdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ibrahimi, gjali vetëm. Pra nuk kaloi thuaj se një vit, as një vit, vetëm pejgamberi Allahut të përcjell një antar të familjes së tij për ahiret. Ma i sprovuari ish Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra i vdiq Ummu Kulthumi, dhe pejgamberi Allahut ulte vari dhe tha: cili nga ju në mbrëmje nuk ka pas kontakt me bashkëshorten e tij? Talha tha: unë ja Rasulallah. Tha zbrit Talha si tha në varr, dhe shloje Ummu Kulthumin. Kështu e bani sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të kenë përparësi në shluarje në varr ata që atë natë s'kan pas kontakt me familjen e tyre. Gjithashtu në muajin Muharram, në fillim të vitit të 9 të Hijretit, pejgamberin Allahut e shqetësoi në shtëpi. Transmetohet, tregohet se pejgamberi Allahut Ujejne ibn Mihsanin e dërgon tek fisi Beni Temim, dhe Ujejne ibn Mihsan i roboron disa nga fisi Beni Temim, 11 burra, 21 gru dhe 30 fëmijë, dhe i sjell në Medinë. Vin fisi Beni Temim tek pejgamberi Allahut për të anku, dhe kalojnë pranë shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk sjellën mirë me pejgamberin Allahut. Bërtasin në kohën kur pejgamberi Allahut ish duke pushu. Bërtasin jashtë murave dhe thojnë: o Muhammed, dil që të flasmi. Dil që të flasmi. Allahu azza wa jall këtë ndodhi për këtë ndodhi i zbriti disa jetën surat al-Hujurat duke thonë: innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun. Ata që të tharasin ti o Muhammed jashtë murave patrokit, pa kërku leje, janë shumica atinve që nuk din të mendojnë.
del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që pa thirr ezani drekës, del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillojnë të diskutojnë me pejgamberin e Allahut që t'i lishon pejgamberi Allahut të robët e tyre. Pejgamberi Allahut autorizon Thabit ibn Qaisin që të liron robët e zonë prej anës o jejnë mi Mihsan. Pa pejgamberi Allahut nuk o la rahat dhe në shtëpin e tyre. Vjen muaj Rexheb, mesi i vitit të 9 të Hijretit. Pejgamberi Allahut të pranishmit i fton që të bojnë namaz. Dalin jashtë xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i lajmëron pejgamberi Allahut. Pasi Xhebrili e njoftoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sot ka ndrur jetë një mbret prej mbretëve që i strehoi shokët e pejgamberit Allahut. E ai ishte Ashama, Nejashiu prisi mbreti i Etiopis. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja fal namazin e xhenazës në mungesën e tij, që na tregoi pejgamberi Allahut. Me këtë na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nëse një muslimanit në vendin e tij nuk ka kush që ja fale namazin e xhenazës, obligohen musliman që të falin namazin e xhenazës në mungesës së kufomës së tij, në atë vend kur ndëgjojnë për vdekjen e tyre. Nga kjo ndodhi e kuptojnë dhe Nejashiu, vdiq si musliman, dhe mërzitet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kalojnë disa ditë vetëm se Urwat ibn Mas'ud, ai i cili diskutonte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në marrëveshjen e Hudejbjes, vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Taif dhe pranon islamin. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, më lejon që të kthehem në Taif, që të ftoj fisin tim Beni Thaqif në islam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Urwa, kam frikë se fisi jot të mbyt. Tha mos ke dert ja Rasulullah, nga se si koron me qenë në gjumë, më vlerësojnë dhe më respektojnë që nuk më shqetësojnë. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lejon që kthehet Urwat ibn Mas'ud në Taif, i fton njerëzit në islam. Megjithatë populli i Thaqifit e kundërshton Urwat ibn Mas'udin dhe e mbyt. Kur ndëgjon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mërzitet thellë për Urwat ibn Mas'udin dhe thot: shemli Urwas, atë shemli ati që është përmend në suratu Yasin, i cili me vrap nxitoi pej skajit të qytetit, që ju drejtu popullit të vet duke i thonë: e gjibul murselin, përgjigjni pejgamberëve të Allahut. Megjithatë populli i tyre e mbyti atë. E pastaj Allahu azza wa jall tregoi për atë dhe tha, kur shkoi te Allahu azza wa jall, duke thonë: ja lejte qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Si kur populli im të din se si Allahu mi fali mëkatet dhe lëshimet dhe më bani nga të ndershmit. E gjithata vëllezër të ndershëm, në vitin e 9 të Hijretit e patën muslimanët në përgjithësi një sprovë të madhe, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shpëtoi nga këtë sprovë. Lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se romakët planifikojnë që ta sulmojnë pejgamberin e Allahut në Medinë, vetëm 6 muaj pasi që pejgamberi Allahut u kthipi Taif, në kohën e shegit, në kohën e skamjes. Min lajmet tek pejgamberi Allahut se fisi Beni Asfar, pra romakët, planifikojnë që ta sulmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Dhe të parën herë, pejgamberi Allahut publikon dhe ju tregon sahabëve që planifikon pejgamberi Allahut që t'i sulmon romakët në shtëpitë e tyre. Pra transmetohet nga Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, i cili thonte, kisha një vëlla të ngusht nga ensarët, të cilët o shoqërosh mi bashkërisht se sa herë që mungosh në tek pejgamberi Allahut, më dëftonte ai çka kanë dëgju prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur mungonte, unë i tregosh në çka na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha një ditë prej ditëve, vjen troket në derën teme dhe i thot, dil o ja Omer, dhe thot, ashtu flet Omeri. Tha troket dhe trokiqja e ti nuk ndalte. Tha dola Omer ibn Khattabi dhe po i tham, vallë çka ka ndodhur? Ashtë mos vallë mbreti Ghassan, i cili ishte alat me romakët, mos ka ardhur të sulmon Medinën. Tha jo, po ka ndodhur diçka më e tmerrshme dhe më e keq. Tha çka ka ndodhur o vëlla? Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka shkororizu të gjithë gratë. Kjo ishte dezinformata. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pat distancu nga të gjithë gratë një muaj, që do të flasim inshallah në dersin e ardhshëm. Omer ibn Khattabi na tregon me këtë thonjë se arabët, muslimanët në Medinë, për çdo ditë pritshin që t'i sulmojnë në romakët në Medinë. Pejgamberi Allahut filloi përgatitje. Ti ban dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është ai i cili e përgatit ushtrin e vështirë apo ushtrin e fukarallëkit dhe do të ketë xhennet në kohën e xhegut, në kohën e skamjes. Pejgamberi Allahut i nxit të pranishmi që të japin për Allahun azza wa jall dhe do fitojnë xhennetin. Pejgamberi Allahut i nxit të dhe thonte, a ka kush që jep për përgatitjen e kësaj ushtrie, do t'ja garantojmë xhennetin e Allahut. Ngritët Uthman ibn Affani dhe thot, ja Rasulallah, nga unë i ke 100 deve. Pejgamberi Allahut gëzohet dhe vazhdon, kush është i cili jep për Allahun azza wa jall, përgatit këtë ushtri do të ketë xhennetin e Allahut. Ngritët Uthman ibn Affani dhe jep dhe 200 deve derisa thuan transmetime se Uthman ibn Affani i dhuroi për Allahun azza wa jall komplet të përgatitur 900 deve. Së paku një deve 1.000 euro. 900.000 euro i jep Uthman ibn Affani me një mexhlis. E pe pastaj shkon në shtëpi. I sjell Uthman ibn Affani dhe 1.000 dinar të dukatit dhe i hedh në prenin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi Allahut i mor këto dhe tha se dëmton Uthmanin, çfarë të bëje prej kësaj ditë? Nuk e dëmton më gjunoi dhe mëkati Uthman ibn Affanin, i cili e blejti xhennetin e Allahut më shumë se një herë. Pastaj vjen Ebu Bekr Siddiq radiallahu anhu, vjen dhe Omer ibn Khattabi, dhe thot Omer ibn Khattabi transmeton dhe thot, ato ditë më qilloj një pasuri në shtëpi, dhe thash sot do të garoj me Ebu Bekr Siddiqun radiallahu anhu. Dhe kupton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka don Omer ibn Khattabi. E merr gjismën e pasurisë Omeri, e sjell pran pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, ja Rasulullah, kjo është për Allah. E pyet pejgamberi Allahut dhe i thot, ja Omer, çka ke lënë familjarëve, çka i ke lënë familjarëve, çka ke lënë në shtëpinë tonë? Tha, ja Rasulallah, kam lënë të ngjajshëm, gjisën e kam marrë, dhe gjisën e kam lënë. Vjen Ebu Bekr Siddiqu radiallahu anhu, vjen Ebu Bekr Siddiqu radiallahu anhu, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
vjen Ebu Bekri dhe pejgamberi Allahu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ja Ebu Bekr, çfarë lave në shtëpi? Tha Ebu Bekr Siddiku radiallahu an, e kam lënë Allahun dhe pejgamberin Allahut. Tha Omeri, e vetëm ditë që kam lakmu që të garoj me Ebu Bekr Siddikun radiallahu an, mirë po e kam kuptu se nuk garohet me Ebu Bekr Siddikun radiallahu an. E la Ebu Bekri e dha çdo sen që e posedoi për përgatitjen e ushtrisë të Bukit. Dhe o të ndërshëm, ishin shokë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë që e posedonin e ipshin për Allah, ndërsa munafikat filluan t'i përqeshin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Olën dhe ata që bishin sikur Abdurrahman ibn Aufi, si Abbas ibn Abdul Muttalibi, dhe të qerë që ipshin për Allahun azza wa jall. Munafikat, për ata që ipshin shumë, thojshin e kanë për si e faqe se kanë për Allah. Filluan shokët e pejgamberit Allah, çka të gjejnë në shtëpi të sjellin pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato që i kishin një grosht hurma, e sollën pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i pan munafikat se edhe muslimanët e varfër përgatitur, dhe ato japin atë që e posedojnë për Allah, filluan t'i përqeshin të varfit duke ju thonë, për këtë s'ka nevojë Allahu dhe pejgamberi Allahu. Për këtë ndodhi, Allahu azza wa jall zbriti ajetën Kur'ani Kerim dhe tha, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin, dhe ata që i përqeshin besimtarët, që i japin atë që pej vullnetit të tyre nga sadakaja, walladhina la yajiduna illa juhtahum, dhe me ata që cilët i përqeshin që nuk e posedojnë vetëm atë që e solli, thot fejaskharune minhum, i përqeshin dhe talën me to, sakhirallahu minhum, do të vene dita që Allahu do të përqeshet me to, walahum adhabun alim, dhe këto ata do të kenë dënim të dhemshëm të Allahu azza wa jall. Vinë disa shokët e pejgamberit Allah, vinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkojnë, ja Rasulallah, na siguro një devë që të mormi pjesë në luftë në rrugën e Allahut azza wa jall, ka se Allahu i pat zbrit disa jetë, të paraner Allahu azza wa jall i zbret këto jetë, që i nxit musliman në gjihad, në rrugën e Allahut azza wa jall, thot Allahu në Kur'ani Kerim. Thot Allahu azza wa jall në Kur'ani Kerim, infiru khifafan wa thiqala, dilni luftoni në rrugën e Allahut, qoftë lufta e lehtë apo e rëndë, dilni luftoni në rrugën e Allahut, qofshi të dopt apo të fort. Allahu azza wa jall thot luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë tuaj dhe me veten tuaj, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mira për juve nëse e mendoni dhe e dini. Kjo nëse është më e mira nëse e kuptoni. In shokët e pejgamberit Allah, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkojnë devë, ja Rasulallah, na siguro diçka që të mormi pjesë, mos të jemi të privuar nga ky lloj ibadetit, nga kjo mirësi. Pejgamberi Allah betohen Allahun, thot vallahi, nuk posedoj devë, nuk kam me çka t'ju barti, e ata i kthejnë kokat dhe ju rredhin lotësitë e tyre prej dëshpërimit, pikëllimit se do të privohen me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga një ibadet madhështor, gjihad në rrugën e Allahut. Thot Allahu azza wa jall në Kur'ani Kerim, wala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayh. Ata të cilët kërkuan sinqerisht që të sigurojsh një mjet që ata të morin pjesë në luftë në rrugën e Allahut, dhe ti u përgjigje dhe i thave, Allah i s'posedoj diçka që
që siguroj për që të minë një pjesë me ne, thot të wallau, i kthejnë shpinët, wa jo në hum të fidu minet dëma, lotojshin qajshin si të tëre, valë pse lotuan, si të shokëve të pejgamberit Allahu. Allahu ja arsjeton në Kur'an i Kerim, Allahu ja letëson atinve që s'kan mundësi me qka të morin pjesë në luftën e Tebukit, ko ishte rrugë gjatë, ishte zhegu i madh, ishte luftë e vështirë, më shumë se 700 kilometra në kam, ku do të pëllafaqohen me një superfuqi që as njëherë thuaj se shok të pejgamberit Allahut s'patën has një lloj lufte të tillë. E gjithata, shok të pejgamberit Allahut qajshin, përse qajtën, përse rrëdhën lot, për çka se u frikshin, se po privohen ngi ka ki lloj ibadetit, që Allahu pa të premtu për shok të Muhammedit, sallallahu alaihi sallam, imma nasr, imma shahade, ose nga dhënjim, ose shahid lëk, këtë doshin nga thellësia zemrës, këtë ndroshin shok të pejgamberit sallallahu alaihi sallam, pal me gjithata, me çka të morin pjesë, si do talin betej me Muhammedin sallallahu alaihi sallam, ko nuk pëse doshin asgja, për ata të ndëgjojmë Wathil ibn Asqa, i cili lotoj, dhe erdhi lot, se në ndoshta do të jetë i privuar nga kilo i badetit. Për ata dul Wathil ibn Asqa, bërtet në Medinë dhe thot, cili atë që ma garanton një mjetë, cili në më mërë me mjetin e ti, do t'ja jap plaçkën e luftës që e fitoj, cili nga ju, më mërë me veti do t'ja jap, gjitha ta që e fitoj në luft, kam dëshirë të marë pjesë në këti ibadet, që të fitoj shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Ngritët një ensari dhe thot, one do të marë me kusht, që unë e tipin deve, e herë ti, e ushqimin unë të siguroj. Wathil ibn Asqa, kërë ndëgjon këtë fjalë, fluturon për gëzimit, ja siguri vetës e ti pjesmare, në gjihad në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Shkon Wathil ibn Asqa, merr pjesë në luftën e Tebukit, ishte në komandën e Khalid ibn Walidit, ko i fitoj disa deve, Wathil ibn Asqa, i sjell praj, vëllahu të ti ensariut dhe thot, bujrën o vëlla, kja është premtimi im që të dhash, falemdroj Allahun Azza wa Jall që nuk më privoj, nga pjesmarja ime në këtë vend, të kofshin këto deve se janë të tua, tha këthej mrapa ti shof a janë të bukura, i këthen mrapa, i këthen para, e pas të ensariu i thot, ja Wathila, këto janë të tuat, nuk të ka morë në këtë vend që të marrë deve, të ka morë në këtë vend që ti marrë devat në gjennetin e Allahut. Thot Wathil ibn Asqa, dhe vallahu nuk ka marrë që të vitoj deve, ka marrë që të përceli dinin e Allahut Azza wa Jall në këtë skaj, që të shijojnë dhe ki popull, krajtësin dhe lumëturin që ne përjetojmë, dhe o të ndërshëm, këto shiqohat se Wathila, si e donë të shpërblimin e Allahut, dhe si e nësariu lakmon të në shpërblimin e Allahut. Pra dëllehë të ndërshëm, Olbet ibn Zeid, një ani be shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi sallam, përpiqet që të merr pjesë në këtë rrugë të gjatë, në këtë rrugë të vështirë, me jo ata nuk gjenë me vete asgjë, ngritet natën, dhe Allahut Azza wa Jall jo drejtohet me këto fjalë duke i thonë, o Zot i madh, Muhammedi sallallahu alaihi sallam, në nëziti që të japmi, për në luft në rrugën e Allahut Azza wa Jall, mirë po lebni Olbet ibn Zeidi nuk ka që ka të japë, as një bargrushta nuk i ka të hurmeve, që të merë pjesë në këtë lloj të ibadetit, për ata o Zot i madh, one posedoj vetë këtë dhe do të japë, premtim Allahut Azza wa Jall,
çdo musliman që më ka cenu në derin tim, çdo kush që më ka përgoju, më ka cerku në derin tim, do të jap për Allah. Prano ma o Zot i madh këtë sadaka. Olbet ibn Zeid e pranon e jep këtë sadaka për Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall ja pranon sadakan e ti. Leo të ndërshëm, ndërsa munafikët filluan televizin që muslimanët besimtar t'i pengojnë nga rruga Allahut, dhe u të buan, u grumbulluan me një shtëpi prej shtëpive të qifudve, dhe i këshillonin musliman duke i thonë: la të nëfiru fil har, mos dilnin këtë vap të madhe, mos mini pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë vap të madhe. Allahu Azza wa Jall zbret ajete dhe thot: qul naru jahannam ashaddu harra. A nuk e din se vapa e xhenemit është edhe më e nxehtë? A nuk e din se vapa dhe ndëshkimi Allahut në xhenem është edhe më i rrep? Ata le të ndërshëm, munafikat filluan që t'i pengojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos të marrin pjesë në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Paralajmërohet pejgamberi Allahut se kurthet e munafikëve përgatiten në shtëpinë e Suhejlimit. Atëherë pejgamberi Allahut nuk ka kohë që të toleron, dërgon Talha ibn Ubaydillah që gjeg shtëpinë këtij që futi dhe t'i rënon kurthet që i përgatitëshin munafikët në këtë shtëpi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgatitet që të niset për në Tebuk. Tebuk i larg 770 e diçka kilometrë. Muslimanët të varfër në kohën kur ata pritin që pemë t'i vjelin, pejgamberi Allahut përgatiti 30.000 ushtar, 10.000 kalorës që të ballafaqohet me një ushtri që u përbante prej 200.000 ushtarë. Një rrugë të gjatë që Allahu Azza wa Jall e bërtoi, dhe tha Allahu në Kur'anin e Kerim, Allahu e ka falë pejgamberin Allahut, i ka falë dhe ensarët dhe muhaqirët, të cilët e përcjellën pejgamberin e Allahut dhe ditët e vështira. Dita më e vështire pejgamberit Allahut ishte dita e Tebukit, që pejgamberi Allahut do të ballafaqohet në Tebuk me një superfuqi, e në Medinë lën pejgamberi Allahut Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib e lën bikqirs në Medinë. Ali ibn Abi Talib i dhërohet, pikëllohet dhe mërzitet. Si ka mundësi që pejgamberi Allahut me shokët e tij të ballafaqohet me armikun, kurse Ali ibn Abi Talib të ngelen në Medinë me gratë dhe fëmijë. Dhe i drejtohet pejgamberit Allahut dhe i thot: ja Rasulallah, apo më lën Medinë me gratë dhe fëmijë, apo më lën me gratë dhe fëmijë? Pejgamberi Allahut tregon pozitën e Ali ibn Abi Talib, nga se e dinte pejgamberi Allahut se munafikët janë ata që nuk kanë besë. Për ata e la Ali ibn Abi Talib që të kujdeset për muslimanët në Medinë. Tha: ja Ali, a nuk je i kënaqur që t'jetë pozita jote ndaj meje, si që ka qenë pozita e Harunit tek Musaj, vetëm se s'ka pejgamber mas meje. Ali ibn Abi Talib e gëzonte një pozitë të lartë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa pozita Ali ibn Abi Talib ishte si pozita e Harunit tek Musaj, pozita Ali ibn Abi Talib tek pejgamberi Allahut si pozita e Harunit tek Musaj, vetëm se Haruni pejgamber, Ali ibn Abi Talib jo pejgamber, nga se s'ka pejgamber pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Filluan munafikët që të vinë të pejgamberi Allahut të arsjetohen me gënjeshtrat e tyre. Filluan të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vinë të arsjetohen. Ergjed ibn Kajs
te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot pejgamberit Allah, o i dërguari Allah, kisha dëshirë dhe unë të marrë pjesë, mirë po, e din populli jem, se sa unë jam i sprovun me gratë, kam frikse, ku takomu dhe balavacomu, me gratë e romakve pas provona, ma lejo që të ngeli në Medine, ta pejgamberi Allah ngel në Medine, pas biti Allahu azza wa jalla ajete, të cilët vinë të pejgamberit Allahu duke i thonë, mos në afro në fitnë në sprova, thot Allahu azza wa jall, ala fil fitneti sakatu, ato vërtet kanë ra vetëm sprov, mos bonja pjesë në gjihad, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sprov, pra të Allahu azza wa jall thënë Kurani Kerim, law aradu al-khuruja la'addu lahu udda, walakin كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. Me pasdash Allahu që ata me marrë pjesë, Allahu i kish inspiru ata, Allahu i kish nimu dhe ja kish letësu atyre që të pregaditën për këtë luft. Mirë po Allahu i ranoj, Allahu azza wa jalla i pasivizoj, për çka se Allahu nuk deshti që ata të morin pjesë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Njani nga ato dhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul, koka e munafikëve, ardhuar si jetu dhe lipi leje prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për ndikoj në zbrazjen, në zbramjen e 1/4 e ushtrisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahu nuk vinte të njani, me kërku leje që mos merr pjesë vetëm e lejonte, derisa Allahu i qërtoi dhe tha, sikur që ti o Muhammed mos ju kishe dhënë leje që të dallohet kush është besnik dhe kush është gënjeshtar, pra i dhave leje, apo nuk i dhave leje, ato nuk do të morin pjesë, mirë po leja jote ka qenë bules për to. Afallahu lima adhinte lahum, Allahu të ka falë ti o Muhammed, nga se nxitove me i dhënë leje, kishe qenë më mirë që mos t'jepshe leje, që të vërtetohen kush janë munafik dhe kush janë besnik, nga se ata besnikët do të bënin pjesë nëse nuk i jep leje, munafikët nuk e kanë dërmen që të bënin pjesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pregaditët derisa 18 e kishin një devë, me vete pa kushqim dhe pirje, me vete kishin pa kushqim dhe pirje, derisa kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek vend banimet e popullit të Themudit. Ko në këtë vend e gjejnë një borim, ulen dhe pushojnë shokët e pejgamberit Allahut, bashkë me pejgamberin Allahut, i mushin e enët, e zonë brumin, që të vën vahjit e pejgamberi Allahut Gjibrili a.s. që ja ban haram të ndaluar, që të pin uj apo të zonë brum nga kipus, ku kanë jetu populli Themudit, e Allahu i kanë dëshku, për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në që i kini mbushen me uj derdhë, sprovë për mi sprovë, e në të cilat i kini mbush me uj derdhë, ta një Rasulallah, kemi zonë buk prej u këti ujë, tha pejgamberi Allahut, bukën, tha jepja një kafshëve, si u lejohet që të mbush një ujë në këtë vend, dhe pas taj e uli kokën, pejgamberi Allahut, e mbështjeli fitiren, edhe nëzitoj heci shpejt dhe tha, një këtë takon që në këtë vend që Allah e ka zip në dëshkimin, nuk e takon besimtarit, për një vend ku Allah e ka zbit në dëshkimin, që të pushon, apo të vjen në këtë vend, të konsedon këtë vend, të ban këtë vend turizm, të po nëse kaloni në vend banimet e atirve që Allah i ndëshkoj, kaloni duke qajt, për shkak se kam frikë se po jo godit ajo që i ka godit ata. Kështu tha pejgamberi Allah, pa ata nuk i takon besimtarit, që të jeton në mesin e jo muslimanëve, nga se mund të godit ata, ajo që i godit ata. Pejgamberi Allah thot, nuk i takon besimtarit të ban kojshillëk me jo besimtarit. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nditon pejgamberi Allah, shokët e pejgamberit Allah, i ka plon e që madhe, derisa thonë ja Rasulallah, ana i lejon
që t'i thermi devët dhe të pim ujë nga gunga e devës, nga se jetëmi devët janë ata që vetëmi devët janë ata të cilët i mbushin në rezervarat e tyre me ujë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i pa shokët e pejgamberit Allah se janë në gjendje para vdekjes, gjendje kritik, se po vdesin tha therni devët, dhe në Omer ibn Khattabi radiallahu an thot ja Rasulallah, nëse i therin devët, kush do t'ja baje plaçkat të cilët i kanë me veti, kush do t'jet ai që i bartën armët. Tha ja Rasulallah, ka një propozim Omer ibn Khattabi. Tha të shqim pak që e kanë. Tha në të grumbullojnë dhe bandua. Thot e Abu Bekr Siddiku, ja Rasulallah, lutë Allahut, që Allahut të zbrese shi. E pejgamberi Allahut thot ja Abu Bekr, a të pëlqen, a ke dëshirë që të bëj dua? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ja Rasulallah. Pejgamberi Allahut urdhon, pasi ta shtroje një pëlhur, thot bene ato shqim që e keni, vendikosh 5 hurma i kish, qetri një karbuke, qetri një grusht elb, e selin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ban dua pejgamberi Allahut, e pastaj thot pejgamberi Allahut merne, e morin derisa Allahu e shton bereqetin, i mbushin të gjithë enët, dhe një mjegëll një re, zbet shi dhe i mushin gjithashtu enët me ujë. Ka është bereqeti dhe mugjizja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paralajmërohet se do të ballafaqohet me një sprovë tjetër. Çfarë sprove? Do të dalë një erë e madhe. Do të dalë një erë e madhe. Dhe pejgamberi Allahu thot keni kujdes, mos u shpërndani, mos del asnjëni vetë në shkretin, edhe devat lidhni fort, se ka me arë një erë e madhe, nëse del njëni prej jush vetë do të bartë. Dhe vërtet del erë. Gjatë natës, di shok të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëni del të kri nevojën, qetri del të kërkon devën, e bartë era, a që del të kërkri nevojën, e gulfat dhe e përmbys, ndërsa ai që shkon të kërkon devën, e bartë era derisa e bartë me një kodrin. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban dua për atë që ose munga era, Allahu e shëron, ndërsa që e barti era, nuk takohet me pejgamberin e Allahut vetëm pasi kthehet në Medinë. Dhe thot pejgamberi Allahut, a nuk ju ndalova që të dilni të shpërndani vetë? Këto ishin sprova që i përjetuan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë ugës. Pejgamberi Allahut në fund të Rexhebit, në muajin e Rexheb dul 15 ditë radhazi duke hec pa u ndal. 15 ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hec pa u ndal, dhe derisa po shojnë me një vend, dhe i hum pejgamberit sallallahu alaihi wasallam devje, dhe unon pejgamberi Allahu që të kërkohet devje. Njani prej atinëve të cilët ishte prej munafika, të cilët morën pjesë vetëm se për ti morën pjesë me pejgamberin e Allahut që të bajnë hotin në mesin e ushtrisë së pejgamberit Allahut. Dhe në xhihad munafikët morën pjesë vetëm që mos i lënë rahat besimtarët. I up devja pejgamberit Allahut, e njani prej munafikëve i quajtur Zeid ibn Lasit thot, jo po pretendoni se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja sjell lajmin nga qielli, pe din çka ka në qiell, e nuk pe din ku e ka devën e vetë. Shikoni pra, çfarë fitnë dhe sprova hedhin munafikët në mesin e muslimanëve, derisa njani prej shokëve të pejgamberit Allahut, i quajtur Ammar ibn Hazm, merr pjesë me xhlisin e pejgamberit Allahut, njoftohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë thonje që e tha, ki munafik, tha pejgamberi Allahut, njani prej pjesëmarrësve mbro me tha një fjalë të madhe,
Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ju tregon lajme nga qielli, po i besoni lajme që po i sjell nga qielli, ndërsa devën e tij nuk pe din. Tha pejgamberi Allah, pasha Allahun, tha unë nuk e di asgjë, vetëm atë që Allahu më njofton. Ta nuk e di të fshehtën, vetëm atë që Allahu më informoj, për këtë bisedë ki munafik që e zhvilloj dhe më tregoj pejgamberi Allahu thot më tregoj Allahu se devja ime gjendet filan venin, është preokupu me një pemë duke ngrënë. Dhe shkoj një sjellin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam devën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja sjellin devën edhe thot pasi që të sjellet deva, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, unë dëshmoj se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Tha nuk e takon një njeri Allahun me këto dy fjalë, me besim të sinqert nga zemra, vetëm e vetëm do të jetë inshallah banori i xhennetit. Pra Allahu të ndërshëm, munafikat e shqetësuan pejgamberin Allahut dhe në udhtim. Munafikat e përqeshën pejgamberin Allahut dhe në këtë udhtim, edhe në xhihad. Ata që e kishin imanin e dobët, Allahu zbriti ajet, na tregon se sprova që i përjetoi pejgamberi Allahut, kishte bollë vështërsinë përgatitjen e ushtrisë. Kishte vështirësi të mëdha në udhtim, 18 një deve. Pra i 18, 17 hipshin deve me ren, deri të vinë në radha i 18. Pa ngron, pa pi, hangrën shokët e pejgamberit Allahut gjethë. Disa nga ato i therën devët, deri sa në transmetohet me hadith, të cilët prej eqjes së madhe e thithshin plancin e devës. Këto ishin shokët e pejgamberit Allahut, të cilët e bartën këtë din të Allahut. Pra dini Allahut nuk na erë neve, të ke nejt njerëz kam për mi kam, pa erë dini Allahut me sakrificë. Me jo ata pejgamberi Allahut vazhdon të rrugën, ban të sabër dhe vazhdon të rrugën, derisa erdhi lajmi pejgamberit Allahut se disa e përqeshën pejgamberin Allahut, disa e ofenduan dhe shajtën pejgamberin Allahut. Kur ishin në vetmi, ofenduan pejgamberin Allahut, i ndëgjoj Udhejfja, se këta e ofenduan pejgamberin Allahut, i ofitoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përse flisni për të dërguarin Allahut kështu? A flitet në këtë formë për pejgamberin Allahut, sa keq e ofenduan, derisa Kurani Kerimi nuk na tregoj fjalën që e flitën munafikat apo ofendimin dhe sharjen për çka se ishte ofendimi i rënë. Po Allahu azza wa jall thot në Kurani Kerim, yahlifuna billahi ma qalu. Vinte ti o Muhammed bojnë ben Allahun rrejshëm se nuk kanë fol asgjë. Wa laqad qalu kalimatal kufr. Wallahi e kanë thonë një fjalë të kufrit. Wa kafaru ba'da islami. Kanë dalë pej islamit, kanë bo kufër pas islamit të tërë. Dhe në gjihad duke shku, kanë bo kufër. Edhe në ibadetin më madhështor, kanë bo kufër. Kanë dalë prej dinit Allahut azza wa jall, për çka një përqeshje, një ofendim që ja banën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot Allahu, wa hammu bima lam yanalu. Pregaditën kurth munafikat që të mbisin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bashkë me pejgamberin Allahut kinse në gjihad, planifikonin 12 munafik që këtë hipe pejgamberi Allahut në mojen e kodrinës që ta hedhin pejgamberin Allahut dhe ta mbysin. U njoftu pejgamberi Allahut dhe thot Allahu në Kurani Kerim, wa hammu bima lam yanalu, planifikuan ata kurth që nuk e arritën. Wa ma naqamu illa an aghnahum Allahu wa rasulu min fadli. Pse ju hakmirën, pse të nëtonit i hakmirën pejgamberit Allahut për çka se Allahu azza wa jall i gradoi me të mirë.
për shkak se pon të mirat e pejgamberit Allahut i banën ata që kthejnë pejgamberit Allahut me të keq. Gjibrili a.s. e njofton pejgamberin e Allahut dhe thot, ja Muhammed, ke kujdes, rojo këtë hipsh në majën e kodrës, nga se ata të cilët i kanë bashkjellë fytyrat, tentojnë që ta tremin devën, të hedhin prej devës dhe të mbysin. Pejgamberi Allahut i thon Amar ibn Yasirin të reqe devën, Hudhaifa ibn Yamani thot hec mrapa, vin ata në këtë ngushtic, pejgamberi Allahut ja dështon projektin, i ban selam dhe i thot Hudhaifas, thuaj shokëve të mi, 30.000 ushtar, që të hecin prej logine, mos të ngjitë në kodër, unë gjitë pejgamberi Allahut, pse e boni këtë, që të zbulohen munafikët, ata që dëshirojnë të mbysin pejgamberin Allahut, gjitët pejgamberi Allahut në kodër. Amar ibn Yasiri e të reqë të devën, Hudhaifa ibn Yaman për mrapa dhe vetëm 12 pas këtyre, këta të cilët planifikuan të mbysin pejgamberin Allahut, edhe këtë hipe lartë në mesin e notës, e tremin devën e pejgamberit Allahut, derisa i bin plaçka që i kish në devë. Allahu Azza wa Jalla shpëton pejgamberin Allahut, Hudhaifa ibn Yaman ja kthen atyre për shkak se kinse ata po shtyen ta mbysin pejgamberin Allahut, dhe ata vërejnë se i kanë hetu dhe hikin në lugin. Dhe pejgamberi Allahut zbret dhe i thot, ja Hudhaif, a i pave ku shken, ta i njofta devët, a mos i pash në vityra se ishin të mbështjellur. Ja Hudhaif, prej këtu, Hudhaifa ibn Yaman o bo sekretari pejgamberit Allahut, që pejgamberi Allahut i njoftoi me emrat e munafikëve. Tha, ja Hudhaifa, kishin planifiku që të mbysim, po Allahu më shpëtoi. Munafikët janë ata të cilët nuk pëshojnë, edhe morin pjesë në xhihad, edhe janë në radhët e para, edhe bojnë kurthe pas kurthe, nga se janë ata që zemrat i kanë të prishur. A mjaftuar me kaq? Shkojshin për rrugë dhe u tallshin me pejgamberin Allahut dhe thëshin, ki i pari jonë po pretendon dhe po mendon se edhe pallatat e bizantianëve kanë për t'i çliruar. Hejhat, se ka pas në ndër. Po mdokët thëshin, po jo shofmi nesër të lidhur të prangosur rob tek bizantianët. Kështu ishin munafikat, të cilët nuk besonin në fuqin e Allahut Azza wa Jall. Një transmetim thot Abdullah ibn Omeri, përqeshën shokët e pejgamberit Allahut, të cilët ishin me një mezhlis dhe thanë, s'kemi pa njerëz më të këshinë se shokët e pejgamberit Allahut, më laskuca se ata, më gënjeshtara kur flasin dhe më frigacaka. Allahu Azza wa Jalla i zbriti disa jetë, surat e Taube, që Abdullah ibn Omeri tha, ko i ftoi pejgamberi Allahut, o pa të nka për litarin e devës pejgamberit Allahut, dhe i thëshin, ja Rasulallah, wallahi jemi dëfru veç me në kalu koha. E pejgamberi Allahut heshte dhe thonte, ole billahi, o ajati, o rasuli, kontum testesi unë, a nuk gjetët që të dëfroni me asken vetëm me Allahut? Me të dërguani në Allahut, me ajetët e Allahut, kole billahi wa ajati wa rasuli, kontum testesiun, la ta'tadhiru, kad kefartum ba'de imanikum. Ska arqjetim, ska justifikim, keni bo kufër, keni dal prej imanit, keni bo kufër pas imanit tuaj. Në gjihad, kufër, përqeshët shokët e pejgamberit Allahut, përqeshët dinin e Allahut, përqeshët Kurani Kerimin, përqeshët sunetin e pejgamberit Allahut, o tallët me ajetet e Kuranit, pastaj, ende pretendoni se jeni musliman? Ende pretendoni se Hasan dhe Husein, ja pra këta, falshin namaz, jepshin zeqat, aqëronin, gjihad banin, dulën prej imanit për shkak se o tallën me dinin e Allahut. Kush tallet me dinin e Allahut del prej imanit. Ska talje në dinin e Allahut.
s'ka vend për qeshja, s'ka vend hajgarja me dinin e Allahut. Në gjo, ati që busqesh është qeshën me humoristat kur të bojnë talje me dinin e Allahut, talën me Kur'anin, talën me sunetin, talën me mjekrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në qeshmi. Të gjitha ata që morin pjesë në këtë hajgare, dalin prej dinit Allahut, nëse ata që ishin gjihad me pejgamberin Allahut nuk arsjetuan, të cilët nuk i tha Allahu azza wa jall, po gënjeni për atë që pretendoni, tha na kishmi që u dëfronim, na ishmi që u dëfronim. Në transmetim thuat kanë thonë, i thëshin sahabe, ajo e mendoni se romakët janë si arabëta, ajo mendoni se do të luftoni me romakët si që keni luftu me arabët, hejhat, s'keni mundësi, s'keni takat, s'keni kachik të luftoni me ta. Allahu azza wa jalla tha, qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtaziun la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Keni bëu kufër asimonit, në të ndëgjojnë këtë murgjit të cilët thojnë, si të thojë la ilaha illallah, ka hin islam dhe topi se lunë mu ata. Ani se si atë derën xhamis, ani se lufton dinin Allahut, ani se përqesh dinin Allahut. Këto janë mujahid. Këto janë mujahid, të cilët e braktisën dinin Allahut për një hajgar. Del prej dinit Allahut me një hajgar. Del prej dinit Allahut me një përqeshje. Për këtë arsye edhe kuptojnë dhe ata të cilët kanë guxim që të luftojnë dinin Allahut, ata që i pengojnë simbolet e dinit Allahut, ata të cilët bojnë planifikime pas perdëve, të cilët bojnë pazarllëqe me dinin Allahut, ne shqipojnë një kryç, e pastaj dalmi protesta vetëm me imbulu marrë dhe të merët tonë. Pra mendoni se ki popull, a që i mani hajgar dhe luni me ta, a mendoni se ne nuk e kuptojnë pazarllëqet e juaja pas perdëve? La ta të dhiro, mos e arsjetoni, nëse ju arsjetojmë dhe nëse ju arsjeton do kush, a mendoni se para Allah do të arsjetoni? A mendoni se ditën e vetmis para Allah do të arsjeton do kush? A mendoni se postet e jua kanë me sjell dobi para Allah? Për qeshët dinin, banet hajgare me dinin Allah, banet hajgare në të dit me dinin Allah, pastaj pretenduat se jemi ne dhe musliman, këta po shkojnë gjihad me pejgamberin Allah, po dalin prej dinit Allah për një hajgar. Për ata leo të ndërshëm, ta rujmë gjuhën tonë, ta rujmë veprimin tonë, ta kontrollojmë vetin tonë, për shkak se mos ballavaçohemi, mos takohemi me Allah, kemi pretendu se në musliman, kemi agjeru, kemi fal, dalmi për Allah të azza wa jall dhe Allah s'na i pranon asnisen. Për ata lusim Allahun azza wa jall që Allah të na irun imanin tonë. Për ata leo të ndëshëm, a mendon se munafikët me kaq e krit? Ato kanë bo diçka dhe më të çmueshme në sirin e qerve se kjo. Ato para se të niset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Buk, ndërtuan një faltore, një xhami. Të thanë pejgamberit Allah, na vjen, na i fal direqat namaz, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ja zyrtarizon veprën e ligë të tëre. Dhe pejgamberi Allah s'kisha berë. Njerëz pretendojnë se kemi ndërtu xhami. Këtë xhami përse e ndërtuan? Allahu azza wa jall na tregojnë Kurani Kerim se ndërtimi i xhamisë së tyre ishte xhamia e sherrit. Pra pejgamberi Allahu tha, jam i prokuar, jam i angazhuar që të shkoj në luftë të Buk, inshallah kur kthehena, ja bëj direqat namaz. Pse ndërtuat? Tha ndërtuan për ata që janë të sëmur, e ndërtuan për pleqët, e ndërtuan xhamin për kohën e stinës së dimrit, e ndërtuan kur ashtoft, e ndërtuan për ata të cilët s'muj me marr pjesë, pra mu fal në xhamin e Kubas, të falen këtu kur ka shi. Pejgamberi Allahut, arsiet ishin me vend. Mirë Allahu azza wa jalla i tregoi pejgamberit Allahut se këta xhamin e kanë ndërtu për sherr. Xhamin e kanë ndërtu për shpionllëk. Xhamin e kanë ndërtu që me apris njerëzve besimin,
Xhamien e ka ndërtu për me sulmu Allahun dhe pejgamberin Allahut. Xhamien e pa të ndërtu për Ebu Amr e Rahib el Fasik, i cili e pa të luftu Allahun dhe pejgamberin Allahut. Gjibrili a.s. e njofton pejgamberin Allahut duke u kthi se xhamien të cilët të ftojnë të bajsh namaz, dojnë të legalizojnë. Amo ti o Muhammed, nuk të takon që të mersh pjesë në këtë xhami. Pse ja rab? Për çka se atë xhamia e cila u pa të ndërtu për grumbullimin e informatave kundra dinit Allah. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ornon Malik ibn Dukhsham dhe dishokët e tij që çka të bëjmë me këtë xhami, ta tolerojnë. Pejgamberi Allahut ornon që të rënohet të gjegët kjo xhami. Dhe Allahu azza wa jalla i zbrit këtë ajet në Kur'anin e Kerim dhe thot: "Walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra." Dhe ata që ndërtuan xhamin e sherrit, sa xhami sherrit kanë këtë dunjë çuditën. Wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin. E kanë ndërtu që ti përçajnë muslimanët. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasul. Xhamit i kanë ndërtuan si vend qendër të atyre që e luftojnë Allahun dhe pejgamberin Allahut. Si epicendër e atyre të cilat e luftojnë dinin e Allahut, e luftojnë sunetin e pejgamberit Allahut. Epicendër, qendër për të luftu dinin e Allahut min qabl. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Këshire kanë me bo bej, kanë thonë, vallahi, e kena dash me maru një xhami për Allah, rënaveca. Keni dash me ndërtu xhami, që njerëzve me ja hum rrugën e xhennetit, njerëz me i drejtu në xhehenem, Allahu na ruaj. Thot Allahu azza wa jall, wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allahu dëshmon se ato janë rënaveca. La taqum fiha abada. Mos u ngrit të bash namaz në ta asnjëherë. Le masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Xhamia e cila është ndërtu për tekuallëk parëndit. Ajo është më meritore të falesh në ta. Pejgamberi Allahu thot, cila xhamia meriton të falesh. An xhamin e Kubës, musliman me fukarallëk, musliman me devotshmëri, musliman me sinqeritet, musliman me sunet e ngritën. Ajo meriton të falesh në ta të bash namaz, apo e xhamia cila është ndërtuar për t'ja deviju njerëzve besimin, për t'ja prish akidën dhe besimin e njerëzve, cila është më meritor? Më meritor është ajo që ndërtu për Allah. Thot Allahu azza wa jall, fihi yuhibbun. Thot Allahu azza wa jall, ahaqqu an taquma fi rijal, në ta ka bura, yuhibbuna yatatahharu. Nga se në ata mesin ka bura që dëshirojnë që Allahu t'i pastron për gjunave, që dëshirojnë që dalin për Allahu të faqebart, që dojnë dinin e Allahut. Pra falu ati, ku falen njerës që e dojnë Allahut. Mos u falë në atë vend të cilët, njerës që cilët e luftojnë, e sulmojnë dinin e Allahut. I thot pejgamberit Allahut, wallahu yuhibbul muttahirin. Allahu i don të pasrit. E fe men assese bunyanehu ala taqwa min Allah wa ridwan khair amman assese bunyaneh ala shafa jurufin harin fanhara bi fi nari jahannam. Cila është shtëpia ma meritore të falesh në? Cila është shtëpia më e mirë? Ajo e cila është ndërtu për Allah të përëndit, apo ajo cila i kanu temelet në skejnë të bregu të shemur që bashkë me ta kanë ratë të gjithë në xhenem? Cila është më meritor të falesh? Cila është më primare? Cila është më e vlefshme? Cila është më meritore të falesh në? Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allahu azza wa jall nuk e udhëzon popullin zullumçar. Çka ndodhi me këtë xhami? Pejgamberi Allahu tha mbetorinat e Medinës, mbetorinat e Kubës të hedhni në vendin ku është ndërtu xhamia e sherrit, që të plasin zemrat e munafikëve. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, la yazalu bunyanahum alladhina banaw ribatan fi qulubihim. Ende kanë mlef në vete
pse ja ki gjegja ki prish. Ende kanë mleft kur di shafin mbetorinat në adëven. Mirë po, në adëven nuk kanë meritu të pëshojnë vetëm mbetorina. Thotë Allahu Azza wa Jall, fi kulubim ila an taqatta qulubuhum, derisa të pëlsasin zemrat e tyre. Derisa të pëlsasin zemrat e tyre. Wallahu alimun hakim. Allahu është i ditur dhe Allahu Azza wa Jall nuk i mshefat asnjësend. Pra Allah të ndëshëm, si që shifni se pejgamberi Allahu të spravu dhe në kthimin prej luftës e Tebukit, edhe pse pejgamberi Allahu të shkojnë Tebuk, qëndroj 20 ditë, ku është armik, hik. Pejgamberi Allahu të majti një fjalim dhe tha, mu kanë dhonë disa sende si ju kanë dhonë askojt, njëna prej atinve, jam dimu me frigë, një muj para se me ardhë armiku më tutët. Vrigë. Një transmetim dimuj, me ezë në kom, armiku vrigët. Ku janë romakët? Ku janë Gasani? Kanë hik. Kanë të gju se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'po i pret Medinë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shku në Tebuk, në kufit e tyre, në shtëpit e tyre, në perandorin e tyre, që të regon se muslimani nuk i frikët vdekjes. Muslimani, atë të cilën e frikësoni, muslimani andron. Me atë të cilën e tutni, muslimani e kërkon. Muslimani është ai i cili nuk i frikët as kujt vetëm Allahut. Për këtë arsye hikën armiku. Tha pejgamberi Allahut, "Nosir tu bi ru'bi", mesirat e shahr, jam dimu me frikë. Armiku më frikët një muj para se me ardhë. Tha ja Rasulullah, kjo është e veçan për ty. Tha pejgamberi Allahut, për mu dhe umetin tem. Na mu drejtu që shdoat armiku një muj para se me ardhë në frikët. Mirë po si që tha pejgamberi Allahut, të kalebe alejkumul umem, umetet kanë me ju vërsul juve, si kur pjatës e qorbës në sofët, që cilët i vërsulën të gjithë, si që ditë more diçka. Tha ja Rasulullah, na, umet, që e dojmë xhenetin, tha, a jemi pak ato ditë, tha ju një shumë, kalabalëk. Ja ato ditë jeni kalabalëk, jeni bol, me numër, walakin esabekumul wahan, mirë po ju ka ditë wahni, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ko ju ka ditë kjo smunje, tha Allahu krenarin tuaj, frigën tuaj e largon nga armiku. E frigën e tyrë dhe hedhë në zemrët tuaj. Tha Rasulullah, wa ma l-wahn. Qka është kjo wahn? Tha hubbu dunja wa karahiyatul maut. Dashuria e te për dunjas dhe urrejtja e vdekjes. Zdo me shku në xhennet, zdo me dek, do përgjithmohen me jetu. Kjo është belaja me e madhe, që nuk o zonë beslimbontari këtë cilësit të ketë. Pa atë pejgamberi Allahu të ndihmu dhe duke u kthien, thot Abdullah Mesudi, ishmi me një kamp prej kampëve, në skaj peshof një zjarë, tha u afrova, peshof pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Abdullah Mesudi, kam pas dëshirë që atë natë të vdes. A dini pse? Pse Abdullah Mesudi kish qef të vdes atë natë. Tha nga se kish vdek një shoku pejgamberit Allahut që e quajshin Abdullah dhil Bijanetejn. Abdullahi i cili nuk posedon të vetëm një par pijama. Hiku pe armikut, ja morën të eshet, krejtja grabitën, vetëm një par pijama. Ertë pejgamberi Allahut e pranoi islamin. E pa të vdekën duke u kthi prej Tebukit, pejgamberi Allahut pa ti në varë. Dhe i thonë të Abu Bekrit dhe Omerit, ma sjell një vëllaun tuaj. Tha e mor pejgamberi Allahut në krah. E shloj në varë dhe jo drejtu Allahut dhe ke thonë, o Zot, unë e kam qeni kënaqur këtë natë me këtë njeri. Të lutem o Zot, banu edhe ti kënaqur me ta. Tha Abdullah Mesudi, ka pas qef të jem në vendin e ti, që Allahut të jeti kënaqur, pasi pejgamberi Allahut ishte i kënaqur. Kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Medinë, posa të arrit në Medinë, i ven lajmi se koka e munafikëve, armiku i përbetuar i pejgamberit Allahut është i smuar, Abdullah ibn Ubej, shkon pejgamberi Allahut ta viziton. Kanë do ta vizitoj atë që armicoi pejgamberin Allahut,
shkon e shef të shtrirë të sëmur Abdullah ibn Ubejin dhe i thot, ja Abdullah, atë këshilosha, atë mësosha, ja Abdullah, o Abdullah, që mos të bësh alat, mos të miqësoj që i fotët. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, zemër prishti, i thot pejgamberi Allahut, pse Esad ibn Zurara që nuk i dashti, a do të thot shpëtoj për vdekjes? Thua se pejgamberi Allahut pi thot, se mos mi pas dash që i fotët kishmet për gjithmonë. Heshti pejgamberi Allahut, shkoj në shtëpi dhe në lajmi se ka vdek Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Ngritet pejgamberi Allahut që të merr pjesë në varrimin e Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Omeri shkon të tërheqë se gjibën pejgamberit Allahut, ja Rasulullah, shkon në varrimin e ati që ka thonë për ti kështu, ai që ka thonë për Islam kështu, ai kështu. Pejgamberi Allahut thoi ke largohu ja Omer. Largohu ja Omer. Ja Rasulullah, po merr pjesë në varrimin e kokës së munafikëve. Pejgamberi Allahu thënë ja Omer, Allah më ka lënë zgjedhje. Më ka bërë zgjedhje. Çka ka çfarë zgjedhje? Ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kërko falje për to apo mos kërko falje për to. 70 herë me kërku falje, Allahu nuk ja fal. Tha ja Omer, pasha Allahut, me ditë se me kërku ma shumë se 70 herë për Abdullah ibn Ubej ibn Selulin Allahu e fal, do të kisha kërku ma shumë se 70 herë. Harisun alejkum bil mu'minina raufur rahim. I dhimshëm për umetin e vetë. Ma shumë se 70 herë. Ja Omer, me pas Allahu me pas fal Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Pejgamberi Allahut kish kërku për Abdullah ibn Ubej ibn Selulin që Allahu ta fal. E fali gjenozën. Pejgamberi Allahut e ke këmishën, e mbështjell Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. E përgëdhel Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, e shlon në varr Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, e varos munafikun më të madh, vetëm largohet pejgamberi Allahut që Allahu Azza wa Jall zbret në vendim të prerë që pajtohet në propozimin e Omerit që thot Allahu Azza wa Jall Kur'ani Kerim, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Mos ja fal mo gjenozën asnjani që janë të tillë kur, wala taqum ala qabri, as mos merr pjesë në varrim, nga se ata përgënjeshtruan, mohuan Allahun dhe pejgamberin e Allahut dhe vdiqën ata të shfrenuar. Pra Allah të ndëshëm, e pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të njëjtin vit, në të njëjtën thuajse datë, në të njëjtin muaj, i vdes dhe bia ti, Umu Kelthumi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam goditet thellë në zemër me përcjelljen e të gjithë fëmijëve të tij, ngel vetëm Fatimja radiallahu anha dhe sprovat e një pas njëshme vazhdojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na ban të vendosëm në kohën e sprovave. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na takon me pejgamberët e tij, të na takon me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu 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 Allah Allah